Dy gazetarë suedez zhvilluan një vizitë disa ditore në RTS Korça në kuadër të një trajnimi dhe shkëmbimi eksperjencash me stafin e këtij institucioni. Gjatë bashkëpunimit me gazetarët dhe teknikët vendas, ata vlerësuan rolin e rëndësishëm që luajnë mediat lokale në evidentimin e problematikave në terren dhe pasqyrimin e ngjarjeve të rajonit. Qëllimi ynë është që të bashkëpunojmë me rrjetin e radio-televizionit publik shqiptar, të shkëmbejmë përvojat me njëri tjetrin dhe të shikojmë mundësitë e rritjes së kapaciteteve dhe profesionalizmit. Punojësit e mediave lokale janë shumë të angazhuar, e bëjnë punën e tyre me një dedikim të lartë dhe më pëlqen shumë mënyra se si ndërveprojnë me njerëzit që intervistojnë, të cilët i trajtojnë në mënyrë profesionale, por dhe komode njëkohësisht. Mediat lokale janë shumë të rëndësishme në çdo vend. Unë kam qenë edhe në vende të tjera si Afrikë, Azi dhe Ukrainë, por këtu në Shqipëri kanë vënë diçka që mediat lokale funksionojnë shumë mirë. Jemi këtu për të bashkëpunuar, për të shkëmbyer eksperienca. Ne mund t'ju mbështesim në aspektin e digitalizimit, sepse jemi më të përparuar se ju. Gazetarët këtu janë shumë të angazhuar gjatë punës së tyre dhe më ka bërë përshtypje se si u ndërveproni me audiencën, me banorët kur jeni në terren. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse gazetari duhet të jetë sa më pranë audiencës së vet. Përveç pjesës profesionale, gazetarët patën mundësi të njihnin më nga afër qytetin e Korçës, kulturën dhe mikpritjen, duke u shprehur se do të promovojnë këtë përvojë në mediat e vendit të tyre. Mua më pëlqejnë shumë malet dhe mendoj se keni ushqime shumë të mira, për shembull, specat e mbushur dhe kërnackat. Njerëzit këtu janë shumë të mirë, ke kënaqësi të punosh me ju. Unë do sjell dhe familjen time këtu. Ata më pyesin shpesh kur do shkojmë në Shqipëri. Korça është një qytet me zhvillim të madh sa i përket turizmit dhe kam parë këtu shumë turist. Kemi vizituar edhe muzeun e artit mesjetar dhe më ka bërë shumë përshtypje. Unë ju kam treguar shumë miqve të mi për vizitën që kam bërë në Shqipëri. Para 30 viteve ne nuk e njihnim vendin tuaj, ndërsa sot dim shumë gjëra për Shqipërinë. Na ka pëlqyer dhe sigurisht do e promovojmë. Vizita në RTS Korça ishte pjesë e turit në mediat lokale të rrjetit të radio-televizionit publik shqiptar. Kjo eksperiencë shërbeu si një mundësi e vlefshme, jo vetëm për shkëmbim profesional me stafeve, por edhe për promovimin e vendit ton në funksion të zhvillimit të turizmit.